Boeing do të shkurtoj 17.000 vende pune, do të vonoj dërgesat e para të avionit të tij të ri 777X me një vit dhe do të shënoj humbje prej 5 miliard dollarësh në 3 mujorin e tretë, pasi prodhuesi amerikan i avionëve vazhdon një spirale të gjatë të një greve një mujore për shkak të kontratave të papëlqyeshme të punonjësve. Shefi ekzekutiv i prodhuesit amerikan të avionëve Kelly Ortberg njoftoi përmes një mesazhi për punonjësit se Boeing duhet të zvogëloj fuqinë e tij punëtore për të përshtatur me realitetin financiar, pas një greve të vazhdueshme nga 33.000 punonjës. Postet e shefave, menaxherëve dhe punëtorëve janë në rrezik. Gjatë muajve të ardhshëm ne po planifikojmë të zvogëlojmë madhësinë e fuqisë sonë totale të punës, më afërsisht 10%. Ortberg tha gjithashtu se Boeing ka njoftuar klientët se tani pret dorëzimin e avionëve të parë 777X në vitin 2026 për shkak të sfidave në zhvillim, testit të fluturimit dhe ndalimit të punës. Kompania amerikane është përballur me presionet e jashtëzakonshme financiare pas një sër dështimesh që përfshin avionët e saj vitet e fundit.